si e shikon protestën dhe a mendojnë që duhet diçka më shumë për të arritur qëllimin final që është dhe kërkesa kryesore e protestuesve Doreqa, Edi Ramës apo rrëzimi i tij? Protesta është, për mendimin tim është kurorëzimi i çfarë do lloj përpjekje më të mirë që ka bërë shqiptarët në 35 vite për të shkuar drejt një lloj demokracie që s'e kemi pas kaq kohë dhe që ndoshta ka qenë diskutim parakohshëm. Kështu që është kulmi i asaj që mund të bëni, por nuk është që mund të bëni si përpjekje në terren, por nuk është e mjaftueshme në vetvete si lëvizje dhe nuk mund të jetë objektivi në vetvete të dalësh protestë çdo ditë. Duhet të dalësh protestë çdo ditë me një objektiv tjetër, që është ndryshimi total i sistemit ekzistues politik. Pra, nëse do themi që ne duhet ta largojmë Edi Ramën si mbreti i këtij sistemi, mos themi që sistemi do ikë pa ikur njerëzit. Pra, Edi Rama është mbreti i sistemit. Dhe që do të thotë i pritet koka sistemit. Nëse ne duhet largojmë Edi Ramën, duhet që ta kalojmë në nivelin e kërkesave një shtresim politik. Nuk vazhdohet vetëm me protestë, pa ndërtuar një imagjinatë ose një pritshmëri në mendet e njerëzve, në kokat e njerëzve për se si do duket Shqipëria e post-sistemit ose post-tranzicion. Pra nëse ne duam ta mbyllim tranzicionin sot, do duhet t'u tregojmë shqiptarëve si do duket Shqipëria pasi ne ta kemi mbyllur tranzicionin. Duke mos e pjekur këtë lloj përpjekje, një produkt politik, jo partijak patjetër, po në një lloj forumi përfaqësues. Unë kam bërë një propozim pak më herët, i quaj Këshilli post-tranzicion. Njerëz me një lloj stature intelektuale, me një lloj të drejtë, morale për ta marrë këtë lloj detyre përsipër. Nëse ne nuk shojmë drejt asaj, kam frikë se protesta me vetë pastaj do psohet ose strategjia e pushtetit është që të lodhet protesta. Ta lëmë, të fitojmë kohë, protestat lodhet, njerëzit të ikin, të dëshpërohen, sepse dëshpërimi i njerëzve është fuqi për qeverinë, siç është dëshpërimi dhe pesbatimi i qeverisë dhe i Edi Ramës tani është fuqi për protestën. Dhe të fitojnë në këtë mënyrë, pra duke e lodhur protestën. Pra ne duhet ta lëmë të lodhet, pra duhet ta shtyjmë drejt një niveli tjetër. Next level i protestës duhet jetë emancipimi i saj politik. Po ja arritëm kësaj, me siguri që një jetë e ardhme na pret.